kështu duket vendkalimi kufitar Bllass gjatë ditëve të vikendit. Varg të njëjtë kolonash me vetura nga Kosova drejt Maqedonisë ka pothuajse çdo ditë. Vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit që lan pas, si dhe në 5 ditët e para të këtij viti, nga Kosova drejt Maqedonisë dhe Anasjeltas janë evidentuar 260.480 persona. Numri më i madh i tyre janë regjistruar gjatë fundjavëve, që i bie se brenda ditës këtë vendkalim kufitare e frekuentojnë 7.500 persona. Arsyet janë të shumta. Maqedoninë e vizoj shpesh, kam shok Maqedoni, inshallah sa më shpejt në ecë. Çfarë pëlqen më shumë Maqedoni? Gjini janë të mirë. Çdo javë, 2 herë në javë. Për çfarë arsye vizitoni Maqedoninë? Se këtu jetoj edhe atje. Qendra e Shkupit na pëlqen shumë, qyteti ç'ta san. Rrugës apo keni problem? Allah veç kjo kolona na myti se më paskon atë që jena tonë të lezet, për 5 minuta ishim kon Shkup. Një herë në muj. Për çfarë arsye shkoj pëlqen? Shopping, zakonisht. Ku më shumë? Në City Mall. Është pikërisht destinacioni që bashkëbiseduesi ynë vuri në dukje. Sipas statistikave, është destinacioni më i preferuar për banorët e Kosovës. Në shaka, disa nga kosovarët thonë se City Mall është njësia më e madhe zgjedhore e Kosovës. Skopje City Mall je gort na tokmu na građanite na Kosovo, бидејќи за викендите, па дури и преку неделата, посетителите од Косово ги има во голем број во Скопје City Mall. Она што го прави овој трговски центар различен е токму граѓаните од друга држава што доаѓаат организирани со автобуси и доаѓаат со сопствени возила. Sipas Pançevskit, qytetarët e Kosovës çdo fundjavë përbëjnë rreth 1/3 e konsumatorëve të përgjithshëm në City Mall. Потрошувачката моќ е поголема кај граѓаните од Косово. Они доаѓаат редовно, некаде околу 30% од вкупната потрошувачка во Скопје City Mall припаѓа на граѓаните од Косово. Pothuajse në të njëjtën kohë kur mbaron shoppingu në Shkup, shumë të rinj nga Maqedonia nisen drejt Prishtinës për t'u argëtuar. Sonte po shkojmë në Prishtinë, Besjan, është mirë atje në qendër. Verë në timër organizohet tash, pastaj zonë klabi e sene tjera. Kështu që ma me mendja kena me kalu mirë sonte. Në pikat kufitare gjatë orëve të mbrëmjes nuk vëren ndonjë kolon, me çka nuk na u desh të presim aq gjatë. Me të arritur në Prishtinë, ne ndaluam në qendrën e qytetit, ku nuk mungonte atmosfera festive. Atmosfera e mirë që i ofrohet të rinjve në Prishtinë ka shtyrë që Xheviti pothuajse gati çdo javë të vije në Kosovë. Prishtinë ka kohë që vi, po që kam shpeshtu, mund të them ka dikun 2 vite e gjys. Ma Prishtinën nuk është e më lidh diçka shumë specifike, janë gjërat përgjithshme në përgjithësi. Është ambienti mirë, siç e thash, atmosfera e mirë që bëhet. E për të kaluar një natë në një atmosferë të mirë, duhet të shihet edhe gjendja financiare. Po për Xhevitin dhe shumë të tjerë, Prishtina është qytet më i lirë se qytetet e Maqedonisë. Është interesante dhe befasuese fakti se si një kryeqytet si Prishtina, në komparacion me një qytet të vogël realisht siç është Tetova, mund të ketë çmime që janë jo vetëm konkurruese, po shpeshherë edhe më të lira. Për shembull, ushqimi është më i lirë në Prishtinë se në Tetovë, për shembull. Po edhe pijet në përklabe, nëse nuk kanë të njëjtin çmim, janë në çmim më të lirë se në përklabet e pakta që kemi në Tetovë. Ora është 1:30 minuta, siç po e shihni, qendra e Prishtinës është zbrazur. Mirë po, lokalet e natës sapo kanë filluar punën.
andaj ne do shkojmë të vizitojmë një nga to për të parë nga afër se si është atmosfera. Punonësit e lokaleve në Prishtinë thonë se pothuajse çdo fundjavë 10% e klientëve të tyre vijnë nga Maqedonia. Por theksojnë se infrastruktura rrugore më e mirë do të rriste edhe më shumë lëvizjen e qytetarëve të dyja vendeve. Autostrada Shkupit sa dina s'ka nis kur gjë për anës Maqedonisë. Po besoj që ka me lehtësu se ka me afru më tepër Shkupin me Prishtinën. Ka me pas shumë më tepër qarkullim atër për kosovarëve në Maqedoni. Me ndërtimin e autostradës shumë ma lehtë, shumë ma shpejt. Lëvizja e qytetarëve vërtet është shumë ma e lehtë edhe shumë ma e ekzekutueshme. Kosova tashmë ka ndërtuar një pjesë të mirë të autostradës që emëroi sipas themeluesit të Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Xhaferi. Në Maqedoni, ndërtimi i autostradës në drejtim të Kosovës tani për tani është vetëm një dëshirë.